Me ceremoni solemne sot filloi nga puna në prizren Spitali Ortopedika Hospital. Fillimin e punës së këtij spitali ka filluar me lutje fetare duke bërë duan e mbarvajtje së kryetari i Bashkisë Islame në Prizren, Lutfi Ballak. Dua e më e mirë është, o Allah i përshëndet popullin tonë që mos ketë nevojë për intervenim, po shqyr që janë spitalet, dhe shqyr që janë mjekët, që gjithmonë ne qahemi dhe vim e gjejmë shërimin dhe duart e mjekëve. Këtë event ka të rëndësishëm për hapjen e këtij spitali të ri në Prizren e ka përshëndetur dhe kryesuesi Kujtim Gashi. Tani që ata pranojnë që mos ketë nevojë as qytetari joni për shërbime, po sido që të jetë për ata të cilët kanë nevojë, shpresoj që ky spital të pranë shërbime sa më të avancuara. Gjithashtu njëri ta them edhe këtë se ky spital ndoshta ka qenë rastësi, por gjendet përballë një godinë tjetër shumë të rëndësishme për komunën e Prizrenit, siç është qendra e mjekësisë familjare, e cila gjithashtu si objekti menaxhuar nga komuna për shërbime jashtëzakonisht të avancuara, dhe shpresoj që edhe ky spital të jetë pjesë përbërëse e këtyre shërbimeve për qytetarët e komunës tonë. Për fillimin e punës së spitalit ka folur edhe Xhemil Luma, drejtori i këtij spitali, ku ai ka uruar të pranishmit dhe ka potencuar se nga sot do të jemi në shërbim të kosovarëve e veçanërisht prizrenasëve me rrethinë. Kurse drejtori i përgjithshëm i këtij spitali, Erturk Atai, duke falendëruar të pranishmit, tha se ka marrë këtë iniciativë që të investojë në këtë spital dhe të bëjnë vendindjen e të parëve të tij. Kurse ai pastaj ka vazhduar se investimet i bëjnë edhe për faktin e mikpritjes së ngrohtë që kemi gjetur këtu në Kosovë. Ndërka që ai tha se në aspektin mjekësor mund të thuhet se ne urojmë që të mos ketë të smuar, por nëse ka, ne do të jemi në shërbim të tyre. Hasta olmasını istemiyoruz ama hastaların da burada tamamen şifa bulması sloganıyla ndjej knatësinë dhe krenarinë që po investoj në shtetin e origjinës së ballavarëve të mi. Ngrohtësia e shtetit kosovar dhe popullatës kosovare është njëra nga alternativat që më ka ofruar që unë të investoj në këtë vend. Spitali do të ketë specializime si në ortopedi, ginekologji dhe kirurgji të përgjithshme, duke u përqendruar se do të ketë për herë të parë në Kosovë mundësinë e operacioneve të boshtit kurrizor.